ditën e sotme do të flasim sërish për një personazh që duket se do na frymëzojë, do të bëjë një ndryshim që do ta tjetërsojë të gjitha të qasjen dhe rrjedhën që mund të marrë jeta. Në këtë rast flasim për Henry Samuel, që duket se ka patur fillimisht një fëmijëri të vështirë, sepse u rrit nga një familje me probleme ekonomike, por në të njëjtën kohë edhe në një fazë të papërshtatshme politike të periudhës që përfaqësonte. Megjithatë, diti më së miri që pavarësisht kohës në të cilën ndodhej apo të gjithë faktorëve të tjerë, të dinte të bënte ndryshimin nga një moment në tjetrin. Flasim për fëmijërinë e tij, duket sigur po e thonim edhe një ditë tjetër që dita e mirë duket herët në mëngjes, dhe në këtë rast ishte ai fëmia që dëshironte të bënte ndryshimin, dëshironte të luante sa më mirë dhe të bënte atë efektin e tij sa më madhor që në momentet e para. Mund ta shikonim atë që ishte në shtëpinë e tij dhe bënte të gjithë transformimet që mund të ndodhin sa i përket pjesës elektrike, sepse dëshironte dhe ishte i qartë në atë çka kërkonte të arrinte ditë ditës. Megjithatë, ishte një nga personat që fillimisht u gjykua dhe pati një mungesë besimi, por me të gjithë kalimin e kohës dhe me të gjitha provat që ai arriti t'i tregonte, u kuptua se çfarë vendi do arrinte të zinte, jo vetëm fillimisht në atë çka po operonte si fëmijë dhe adoleshent, por në atë çka do të bëhej me kalimin e kohës dhe viteve të vazhdueshme. Flasim për diplomat e tij. Po thonim që për të arsimimi ka qenë një pikë kyçe dhe duket se ka bërë ndryshimin nga momenti i parë e deri më tutje, por kur flasim për një person që është investuar aq shumë në arsimim sa ka arritur të marrë rreth 3 diploma, sigurisht që bën diferencën dhe tregon atë çka askush tjetër nuk mund të ketë arritur në një moment apo në një tjetër. Megjithatë, flasim edhe për themelimin e Broadcom, që ka qenë një moment kyç sa i përket karrierës së tij, sepse më në fund arriti që pas të gjitha tentativave që ai kishte bërë privatisht në shtëpinë e tij apo çfarë ishte munduar të arrinte, kaloi në një sipërmarrje të fuqishme që arriti të bënte diferencën. Kur flasim për fillimet e vështira, flasim edhe për njerëz që mund të mos besojnë në një moment të caktuar, por më pas janë pikërisht ata që bëhen pjesë e biznesit tënd dhe të duart trokasin. Kështu ka ndodhur edhe për personazhin e ditës së sotme, që ka ditur më së miri ta tjetërsojë atë çka ka kaluar edhe ta kthejë në një fitore të madhe që më pas do përkthehej në shifra, por sidomos për të ekzistonte ai suksesi që kërkonte të arrinte dhe të gjitha ato shifrat që ishin përtej pjesës monetare. Flasim për sfidat me drejtësinë, ai arriti të kishte një problematik të gjatë edhe sa i përket drejtësisë në momentet e caktuara të karrierës së tij, duke qenë se ishte në një kompani dhe në një industri që ishte paksa e vështirë të përmendej në momentet e tij të vështira, duket se ndikoi më së shumti, por edhe në këtë rast ai tha që si çdo sfidë tjetër, edhe këtë do ta kalonte dhe do të bënte ndryshimin për të kaluar sërish në personazhin që dinte të thyente çdo barrierë, dinte të arrinte çdo sukses që i vendoste qëllim vetes. Më pas nëse flasim për triumfin, ai kishte krijuar një kompani, siç po shikonim edhe nga pamjet në monitor tashmë, por më pas kaloi momenti që shifrat ju rritën dhe më pas do duhej që të shiste pikërisht të kompani që vlera ishte rritur aq shumë tashmë dhe mund të ishte lakmuar për shumë të tjerë. Ky ishte një nga triumfet më interesante, si thuash, edhe më të rëndësishme sa i përket karrierës së tij, që ishte goxha vendimtare dhe më pas e tjetërsoi atë çka do të vazhdonte më tej. Flasim për filantropinë dhe flasim për të gjithë ndikimin që ai dëshironte të kishte, fillimisht në inxhinierinë dhe në elektrikën që ai kishte vendosur fillimisht të studionte dhe më pas ta operonte në të gjithë industrinë, kështu që qëndroi afër kujdo që kishte nevojë në këto momente. Stili i jetesës i tij është i thjeshtë dhe pavarësisht se arriti të kishte gjithçka që kërkonte, vazhdonte të ishte një personazh që qëndronte në hije, nuk dëshironte të shfaqej shumë në media dhe gjithashtu shfaqej edhe më i tërhequr nga gjithçka që mund të ishte vërdall, dëshironte që zhurma e tij të ishte suksesi që tregonte në kompaninë dhe në gjithçka përfaqësonte edhe në këtë rast. Megjithatë, nëse do ndalonim edhe do flisnim për detajet e Henry Samuel, duket sikur do vazhdojmë të flasim vazhdimisht, nuk do mjaftonte e premtje, por do të vazhdonim edhe fundjavën, por qëllimi i personazhit që kemi dita ditës është patjetër të na frymëzojë dhe të na bëjë të mendojmë më gjatë mbase për një ide që mund të kemi në mendje, mbase për një dështim që sapo kemi kaluar dhe duam ta tjetërsojmë ose të tregojmë diçka tjetër, kështu që shpresoj që të ketë arritur qëllimin dhe historia e një personazhi të tillë.